Mbetjet, të cilat nga secili prej nesh mund të duken të padobishme, janë shndërruar në vepra të ndryshme arti. Këtë e ka sjellë fantazia dhe kreativiteti i studentëve të vitit të 2 dhe të 3 e atelierit të tekstilit dhe modës nga Universiteti i Arteve të Bukura. Pedagogu i këtij universiteti, Genc Përmeti, u shpresë në ekspozitën Proces 2012, studentët janë afirmuar më tej duke hedhur në praktik një punë gati 1 vjeçare. Student patën një orientim drejt materieve të cilat për syrin e zakonshëm ose për tjerët mund të ishin materiale të ordinere, duke filluar që tek materialet e ndërtimit, materialet e hedhura, materialet ato që quhen skarco, duke filluar që nga materialet plastike, letër, rrjeta dhe arritën të krijojnë detyrën e tyre. Letra, qese, xhama, tela kanë marrë forma nga më të bukurat, duke mbushur këtë ekspozit me një larmi ilustrimesh si këpuca që sjell Gloria dhe letrat e Bixhozit me veshje kombëtare që sjell Marigleni. Është punuar me kartona, me gazeta, me materiale të ndryshme kështu. Ka qenë që të bëhet me laps, sepse duke parë nga larg duket si një këpucë guri, por duke ju afruar është një material i butë dhe personifikon femrën. Duke zhveshur nga veshjet e letrave të Bixhozit edhe duke sjellë më afër tek neve, tek veshjet popullore tonat. Tema për këta student ka qenë kryesisht e lirë, duke i lënë rrugë fantazisë tyre, gjithmonë duke u bazuar tek arti. Punimet e studentëve të vitit të 3 janë përqendruar më tepër në artin barok. Këto punime kanë qenë pjesë e procesit mosimor dhe do të qëndrojnë të ekspozuara deri më 4 qershor.